Një situatë e pazakontë është regjistruar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ku banorja Suanita ka shprehur dëshirën për t'u larguar nga gara, sipas pamjeve që po qarkullojnë në rrjetet sociale. Suanita është parë në dhomën e rrëfimit, ku dëgjohet duke bërtitur dhe duke qarë ndërsa thotë: "Ma hap derën, dua të dal nga këtu." Të bërtiturat e saj nuk kanë kaluar pa u vënë re nga banorët e tjerë, të cilët kanë nisur të diskutojnë situatën. Në oborrin e shtëpisë, Londrimi, Dolce dhe Benita janë parë duke komentuar ngjarjen, por në atë moment vëllai i madh ka vendosur muzikë në përpjekje për të shmangur dëgjimin e zërave nga dhoma e rrëfimit. Ky veprim ka nxitur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku fansat kanë ngritur pikpyetje mbi gjendjen e banores dhe atë që po ndodh brenda shtëpisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.